Skënderan Gjaku, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, etapa e parë Tiranë-Shkodër, shumë interesante, rivalitet. Fitoi Gabrieli i ekipit kombëtar shqiptar. Mirëdita njerëz, kënaqësi e veçantë jam pranë jush këtu. Shkodra vazhdimisht ka qenë djepi i ciklizmit, nuk diskutohet. Më kujtohen ato kohra kur unë erdha president Agim Tafilit, nga sportistat më të mëdhej dhe një me një emër të madh. Po ndjehemi jashtëzakonisht mirë me kishte edhe rastin 100 vjetorit të federatës, siç organizua dhe me bashkinë këtu që ishit dhe ju. Ka qenë një garë shumë e fortë, ka ekipe shumë të forta. Deri në momentet e fundit nuk isha i sigurt që do ta fitonim garën, për arsye se ekipi holandez ishte me 4 vetë. Por nga eksperienca që ka Gabrieli, arriti të fitojë. Ta përshëndes Bashkinë e Shkodrës për bashkëpunimin që ka me Federatën Shqiptare të Ciklizmit, Policinë e Qarkut të Shkodrës, Policinë e Shtetit, duke ditur se çfarë trafiku është dhe çfarë ngarkese ka. Dhe është fat i madh që neve sot nuk pësuam asnjë lloj rrëzimi rrugës. Kështu që nesër neve drejtohemi drejt Elbasanit. Gjaku, për etapën e parë Shkodër, Milot Rreshen, kthim Milot Lezhë Shkodër. Një etapë paksa e gjatë në kilometra, por me rivalitet. Një e gjatë shumë si rrugë, por këto janë cikliste që garojnë në Itali, kanë eksperiencë, kanë bërë dhe përgatitje të fortë. Shtetjen e kam pas dhe nga 2 persona tjerë, megjithëse ne kemi qenë me 50, që duhet ishim me 7, treguan një forcë, një përgatitje shumë të mirë, dhe do mundohemi nëpërmjet djemve që mos ta lëshojmë vendin e parë, nëse do na ecim mbar në kuptimin nëse nuk do kemi ne një rrëzim në Igon, për arsye se ne kemi pas 2 ciklista sot që kanë hyrë bashkë me pikë të barabarta dhe do të mundohemi ta mbajmë vendin e parë si individ, ta mbajmë edhe si ekip. Pas Giro d'Italia, turi i Shqipërisë, njëri pas tjetrit pra atmosferë ciklistike në Shqipëri. Më shumë nga të gjithë ndjen Shkodra, mendoj se Shkodra është edhe qyteti i biçikletave, gjithashtu që neve merremi me këtë punë, ndjem shumë Giron e Italisë. Ishte nder i madh për gjithë kombin shqiptar, siç u pa nga ana juaj, se neve jo që ju treguam atyre se kush është Shqipëria, por neve kemi një aset shumë të madh, ne kemi mikpritje, në bëri përshtypje mbrëm duke qenë komisari i garës së Shkroat, ishim në hotel Resort Stella, dhe ushqimi i mrekullueshëm dhe kaluam i darkë të këndshme, prandaj na i pruri dhe Zoti mbarë dhe fitoren sot. Krahas Shqipërisë, kush janë rivalet tjerë të ekipeve pjesëmarrëse? Ekipi më i fortë për mua sot me çfarë kam parë është ekipi holandez. Është një ekip shumë i përgatitur dhe ekipi anglez i përgatitur, por është ekip shumë i fortë edhe Çaçaku i Serbisë. Gjithashtu edhe bullgarët nuk janë keq. Mendojmë që do jetë një konkurrent shumë e fortë, me rreth 5-6 ekipe shumë të forta. Por kam besim shumë të fortë ke Gabrieli që mund të ta mbajë vendin e parë që e fitoi sot. Për etapën e dytë që e parashikoni drejt Elbasanit? Është një etapë fushore, është një etapë shumë e gjatë, varet nga përgatitja dhe gara që kanë për ciklistat, për arsye se nëse kalojnë nga 150 km e lartë, duket përgatitja kush është ciklisti që ka. Mendojmë që duhet jemi afër fitores të nesër, me shpresë Zotit përpara. Suksese, faleminderit. Faleminderit.